është në mënyrë drejt për drejt. Por ajo që duhet thoshja është edhe një tjetër mesazh apo një tjetër pikpyetje që ne ngre me mendjen tonë. Nuk e dim me çfarë masim vlerën e një festivali apo një evenimenti, me numrin e njerëzve, me numrin e artistëve apo me numrin e personaliteteve. Sidoqoftë qoftë një siamace për juve dhe për gjithë dashamirësit në këtë festival, i kemi të gjitha. Ju përshëndesim. Profesor Val. Është vërtet, duke dashur të jap një përgjigje nga ana time, mendoj se ajo që bën më shumë se numri i pjesëmarrësve që është i rëndësishëm, është dhe cilësia e asaj që ndodh në këtë festival. Dhe unë them që ky festival kishte prurje interesante, veçanta, të cilat ne si juri do përpiqemi t'i evidentojmë dhe t'ja u bëjmë më të qarta dhe atyre që ndoqën festivalin dhe atyre që intereson zhvillimi i kësaj pasurie të veçantë të popullit tonë, siç është polifonia shqiptare. Profesor Zhani, ju falenderoj. Në vazhdimsi të këtij aktiviteti dhe të fjalës së tyre përshëndetëse, një vlerësim i veçantë do të shkojë për përkujdesjen e deputetës Antoneta Dhima, profesor Ismet Beqiri, profesor Pajtim Lutaj, profesor Dorian Doka, Zini Goxha, Elena Doka. I gjithë ky aktivitet zhvillohet nën kujdesin një moderim të veçantë të prezantueses historike, ikonës së moderimit shqiptar zonjës Silvana Braçe. Gjithashtu, një punë rigoroze dhe të jashtëzakonshme, me një falënderim të veçantë shkon për jurinë e saj, me kryetar maestron Zhani Cikon, antar Daud Gumeni, Naime Dervishaj dhe artisti i minjohur Golitja Upaj. Së bashku me mua është zoti Minella Kureta, i cili është një herëzi dhe drejtori i qendrës të artit dhe kulturës shqiptare, edhe mjeshtër i madh. Atëherë, zoti Minella, faleminderit dhe sigurisht kemi një mesazh për sot. Patjetër, faleminderit shumë dhe për jush që vini për të përcjellë këtë festival. Ky është festivali i 10 që bëhet në Byllës dhe nuk është pak 10 edicione dhe prandaja dhe them që nuk mund të rri pa shprehur kënaqësinë e vazhdimësisë dhe aq më tepër edhe këtë vit që ishte vit pandemie, vit i vështirësive, po ja që arriti të organizohet dhe janë rreth 20 grupe që konkurrojnë gjatë këtyre 2 ditëve. Mua vjen mirë që dihet këto festivalet janë nuk janë kaq të lehta. Festivalet i bëjnë dyera. I bëjnë pasion i madh i artistëve dhe sakrificat e jashtëzakonshme të organizatorëve, ashtu si duhet të them edhe për organizatorët e këtija, me në krye Yzeir Llanaj, i cili është themelues dhe për 10 vjet rresht me fjalë ka bërë sakrifica të jashtëzakonshme për organizimin e tij, por që kanë ndihmuar dhe shumë njerëz të tjerë që janë bij vendi, që na zoti Klosi, kontribues të tjerë me maestro Zhani Cikon dhe shumë të tjerë, por pse jo dhe grupet pasionante nga më të mirat, më të kualifikuarat që vinë dhe konkurrojnë këtu, të cilët dëshirojnë që ky festival jo vetëm të organizohet gjithmonë, por të jetë vërtet një vlerë e rrallë e polifonisë shqiptare, e pasurisë shpirtërore e kulturore që sot është një nga shkëlqimet e rralla edhe në UNESCO. Pranë meje është këngëtari mirënjohur i grupit Dukatit, artisti mjeshtri i madh, zoti Fatosh Ligaj. Atëherë Fatosh, falenderit dhe sigurisht një mesazh nga ana juaj për këngën polifonike dhe për zhvillimin e festivaleve dhe aktiviteteve tjera. Falenderit dhe juve për intervistën, njëkohësisht falenderoj organizatorët e këtij aktiviteti. Unë në Byllys e kam të disajtën herë që vi dhe ndjej veten krenar, vi me shumë kënaqësi pasi vi në një vend ku Dukati ka vullën e tij të historisë, sepse ka gur themeli Dukati këtu në luftrat e mëdha të Azmatit. Dervishaliu ka luftuar me Rapo e Kaliu, krah për krah në luftrat e mëdha të kësaj krahine e kësaj treve. Dhe në këto mure këtu Dukati ka vullën dhe historinë e saj. Ne vim për të shprehur ndjenjat tona folklorike, ta banin me këngë të thjeshta simbolike të traditës, pavarësisht se unë këtu kam bërë edhe një këngë të bukur në një festival të parë, ku i them se që më del një zë nga dheu, ngreu o burri dheu, ngreu e fol me gojën tonë dhe tregona për këto vënde.
e të tjera teksti i gjatë, ndoshta edhe ju duhet ta keni të filmuar. Është kënaqësi për grupin edukativ që merr pjesë këtu në këtë aktivitet. Si ishte Jona, edhe sigurisht do t'ju ndjekim në çdo moment në veprimtarinë tuaj. Suksese. Për Gyne, kënga tradicionale, pasuria e shkëlqyer dhe e jashtëzakonshme shpirtërore e shqiptarëve, do t'i jehoj në muret e bylinëve. Le të ndjekim hap pas hapi këto vlerat e jashtëzakonshme shpirtërore në këtë edicion të 10 të festivalit të këngës polifonike në Bylis Mallakastër. Përshëndetje, mirëdita, mirë se keni ardhur ta zbukuroni Bylisin, këtë qytet antik, këtë qytet dikur populluar nga bylinët e lashtë, nga ilirët, ndërsa sot populluar nga këta artistë mrekullueshëm të folklorit, edhe nga ju që keni ardhur të na ndiqni dhe të na mbështesni në këtë event, në këtë festival tonin. Faleminderit që keni ardhur, ju uroj një shikim të këndshëm të festivalit ton dhe shumë duatrokitje, shumë ngrohtësi nga ju dhe shumë bukuri do të ketë kjo sken, bukuri sikurse ky qytet i magjishëm. Jemi në mbrëmjen e dytë të festivalit të 10 polifonik shqiptar Bylis 2021, organizuar nga Shoqata Polifonia Shqiptare në kujdesin e Akademisë së Shkencave, Bashkisë Mallakastër, Shoqatës Kulturore Atletare Mallakastra. Organizohet ky festival me një mirënjohje dhe falënderim për këta nismëtar, organizator dhe qëndrestar, do të thosha, sepse jemi në edicionin e 10 të këtij festivali. Meritoni vetëm duartrokitje, përgëzime, por edhe përkrahje padyshim. Një përkrahje që nuk ka munguar edhe në këtë rast në mënyrë të veçantë nga Bashkia Mallakastër. Ju falenderit edhe kryetarit që në kujdesin e veçantë të tij është ky organizim kaq mbreslënës, kaq i veçantë dhe me kaq vlerë për kulturën tonë kombëtare. Do të thosha se në këtë festival nuk na mbështet vetëm kryetari i bashkisë, por dhe artistët padyshim që kanë ardhur nga të gjitha anët, por një mbështetje të veçantë kemi edhe nga deputetët e kësaj zone. Le t'ju urojmë mirëseardhje në festivalin tonë deputetës së Qarkut të Fierit, zonjës Antoneta Dhima. Faleminderit zonjë e mrekullueshme edhe mikesh e jona, mikesh e artistëve. Faleminderit deputete, po ashtu edhe deputeti i Mallakastër, zoti Ismet Beqiri, që nuk mungon edhe në mbrëmjen e dytë të festivalit tonë. Ju falenderit për mbështetjen që jepni këtij festivali. Patjetër edhe një herë kryetarin e Bashkisë së Mallakastrës, zotin Qerim Ismailaj. Falenderit. Dhe kemi një mysafir të veçantë sonte në takimin ton. Kemi një artist dhe krye artist, Luftar Paja. Është dhe simpatin, respektin që ndjejmë për gjithë veprën tuaj, për talentin tuaj. Urime. Gjithashtu më lejoni të falenderoj edhe profesor doktor Pajtim Lutaj, i cili është një kontribus i veçantë në organizimin e këtij festivali. Krye falënderimi është për nismëtarin e këtij festivali, mjeshtri i madh Yzeir Llanaj, një artist i folklorit, një artist i polifonisë. Faleminderit Yzeir, faleminderit për këtë kontribut dhe këtë dhuratë të mrekullueshme që na jepni të gjithë ne. Mirë se vjen zëri Bilbilit nga Saranda e bukurisë, përshëndetjet e Butrintit, mirëpret i madhi Bylis. Zëri i Bilbilit nga Saranda prezantohet në këtë festival me këngët Të kish zot Janina, O Bobo, Ç'na bëri koka dhe një valle e kënduar, O flamuri kuq me shkap. Të kish zot Janina, s'të duaj Stambulli, besë plotë për mikun, bëna prej Misuri. Mjekra, për mbi gjunjë dhe
deve shumë e kur